Mirë se erdhët, ju përshëndes. Kënaqësi që në këtë hapësirë të ndajmë një bisedë të këndshme, shpresoj, me një çift I cili është bërë viral në fakt në rrjetet sociale. Ata promovojnë Shqipërinë. Kanë disa vite që jetojnë bashkë, jeta e tyre është një aventurë e vërtet, merren me shumë sport, sidomos Silvana Adelia, njihni të gjithë sepse është pjesë edhe e studiove televizive. Ajo është shkodrane, prej disa vitesh bashkëjeton me Emiliano Peluzzo, I cili është coach personal trainer që vjen nga Roma, nga Italia, pra ajo shkodrane, ai italian ka një aventurë, një jetë shumë të bukur këtu, duke promovuar Shqipërinë, duke promovuar ushqimin sidomos, ushqimin tradicional shqiptar dhe kanë ardhur në studio për të na rrëfyer këtë udhëtim të jetës së tyre. Mirë se erdhët. Kënaqësi që jeni në Rrezë Dielli. Grazie. Një çift simpatik, I këndshëm, I veçantë, faktikisht, edhe për mënyrën se si ju e promovoni jetën tuaj. Në fakt çdo detaj jetës tuaj është në rrjetet sociale, apo jo? Çdo sekond. Çdo sekond. Kena Emilianon kameraman. Është Emiliano ai që vendos për të treguar çdo moment I jetës tuaj. I pëlqen. Po, I pëlqen. Jeta virtuale. E kemi pritur Emilianon me kafen më të mirë në fakt, me lavacën. Ah, ok. Ti piace? Po të shijon kafe? No, sì, lo bevo spesso. Ja më thuaj pak, kur ta provosh, a është njësoj si kafja që ti pi në Rom, në Itali? Është e njëjta? Sì, devo dire che l'Albania forse è il paese che si avvicina più di tutti all'Italia per il soprattutto per il caffè. Që Shqipëria është vendi që I afrohet më tepër Italisë. Sì, è molto buono. Sa kafe pi Emiliano në vit? 3-4 caffè al giorno. 3-4. Pi gati 3-4 kafe në ditë. Ci vogliono ore. No, një shumë të dy. E shumë të dy. Si janë kafe tuaj të gjata, si që kanë shqiptarët, apo janë tipike italiane të shkurtra dhe vazhdojmë të udhtojmë? Beso që është kthy si shqiptare. Është kthy tashmë si shqiptare, sepse do shihoni dhe ato ushqimet. Çdo gjë. Është institucion kafja këtu tek ne. Ne kemi përgatitur një material për të hyrë më pas në bisedë me çiftin ton, një material që tregon përmbledhtazi diçka më tepër për çiftin Emiliano dhe Silvana. Ndjekim së bashku. Ata janë bashkë kudo, tashmë shumë viral, udhëtojnë, promovojnë vendet shqiptare së bashku, por edhe shijojnë dhe paraqesin në blogun e tyre mjaft viral të quajtur Il mio viaggio in Albania, udhtimi im në Shqipëri, pjatat tradicionale që mund t'i shijojmë kudo në Shqipërinë tonë të bukur. Emiliano, një italian roman, dhe Silvana, një shkodrane energjike, janë së bashku në jetë dhe në biznes. Ata kanë zgjedhur që copza nga jeta e tyre të jenë pjesë e blogut, duke u bërë kështu shpeshherë udhërrëfyes për shumë njerëz që duan të eksplorojnë Shqipërinë. Një çift simpatik I cili shpeshherë na dhuron edhe të qeshura. Adesso mi nervosisce. Ma non l'hai visto turisti da tutto il mondo che vengono ogni giorno, pullman da tutto il mondo che vengono turisti per visitare Shkodra? Sì, ciao, mamma, hai sentito uno, va da scooter invece di venire a Roma. Dai, sta buona, mamma, sta buona con scooter, non fa per malosa, va. Dai, sì. Sono senza scarpe, Silvana, non c'ho scarpe, Silvana! Por si ka nisur historia e tyre, ideja e blogut dhe jetesa në Tiranë. Për këtë ata do të na rrëfejnë në studio. Histori e nisur sa vite përpara? Atëherë kemi nisë 5 vite përpara. Ka 5 vjet që jena bashkë. Si jeni njohur, kush rrëfen më bukur historinë tuaj të njohjes? Emiliano do na rrëfej historinë e dashurisë tuaj. Palestra, l'ho conosciuta. E kam njohur në palestër. Sì, in Skodra stavo facendo un allenamento e Në l'ho Shkodër. vista la prima volta nel 2018. Po bëja një stërvitje, e pash. Persi di vista e ci siamo rivisti nel 2021. E pash dhe më pas I humbëm kontaktet, por u ritakuam C'era sërish. il proprietario della palestra che mi ha detto, sai che c'è una ragazza che veniva dal powerlifting, credo. Në palestër pash një vajzë e cila më tërhoqi dhe thash. Të tërhoqi Caffè Skodrano. trupi, okej. Qasja ndaj këtij sporti apo diçka tjetër? Çfarë të tërhoqi më shumë? No, ti dico la sincera verità, quello che mi ha colpito subito di Silvana è stato che ricordo benissimo questa cosa che abbiamo fatto Ajo që më ka bërë përshtypje, come interagiva con me. mënyra se si intervepronte me mua. Il primo allenamento ho chiamato il mio head coach perché noi abbiamo Dhe që pas stërvitjes së parë unë thërita trajnerin tim. Gli ho detto
oh coach, ho trovato la ragazza in Albania per fare questa cosa, se a lei piace. Unë gjeta një vajzë në Shqipëri për të bërë këtë gjë. Io potrei fare, ho detto sì. Quindi abbiamo puntato su questa cosa, perché lei con il corpo, che ovviamente ha le proporzioni, sembra anche la genetica giusta, ha la mentalità giusta per fare questo sport, secondo me. Më pëlqeu struktura e trupit dhe mendova se kishte mentalitetin e duhur për ta bërë këtë gjë. Ndërkohë, Silvana, ti nga ana jote, e kuptove që në fillim pëlqimin nga Emiliano, apo vazhdoje të ndërtoje muskujt në ishe në botën tënde? Atëherë, kur në Shkodra është e vogël, edhe dëgjosha shumë njerëz që ka një coach italian, por unë isha të punu në atë kohë, se punosha në Zvicër, se unë jam edhe masazhoterapiste. Edhe punosha në Zvicër, kur u ktheva, kisha mlella të ardhuna, sepse kjo sport është shumë i kushtueshëm. Edhe vendosa me taku, me shku aty, me thonë, du me e vazhdu, sepse ishte ëndra, kjo sport gjithmonë më ka pëlqy. Unë kam ba peshngritje, më përpara, kam marrë disa leksione nga një profesor në Shkodër, por ëndra jam ishte bodybuilding. Isha marrë po e përqafon shumë kohë të fundit, ke dhe ndeshje në fund të nëntorit, apo jo? Që nga 2012 unë jam marrë me fitness, por sporti jem është bodybuilding, edin? Çfarë të pëlqen dhe bodybuilding? Se të pëlqen këtë sport dhe një sport tjetër? Të pëlqen muskujt? Muskujt edhe të sfidoj vedin, se këtë sport jep jo vetëm nga ana vizive, por është diçka që të ndihmon me punu shumë me veten, shumë. Është i vetmi sport, në qoftë se këtë nuk mundesh me punu me vetin, atëherë nuk mund ta bash. Nuk mund ta bëjnë gjithkush. Por edhe të kufizon nga jeta kryesisht, apo jo nga ushqimet. Për shumë shoh që në videot që ju postoni, Emiliano është ai që provon më shumë receta se sa Silvana. Unë provoj vetëm kur kam atë ditën e lirë ose atë vaktin e lirë që mund të hal ç'të du vetë, atëherë mu bëjmë video të dy, por gjithë videot është veç Emiliano që provon. Pra, unë njohet për me sportin, ndërkohë në këto 5 vite si ka ecur dashuria juaj? Si ta përkufizonit lidhjen tuaj në këto 5 vite? Respekt. Ma shumë se çdo gjë, respekt. Cercare di essere pazienti uno con l'altro. Të ndihmojmë njëri tjetrin, sepse ky sport nuk është i lehtë, edhe nga ana nuk është absolutisht i lehtë. Duhet të lëshojmë të dy, të lëshojmë. Po gjithsesi ju ka ndihmuar sporti edhe për një dashuri të shëndetshme, apo jo? Sicuramente. Sì, molto, molto. Condividiamo, abbiamo scoperto che condividiamo praticamente gli stessi pensieri, le stesse cose. Kemi zbuluar që ndajmë të njëjtat mendime, të njëjtat dëshira. Quindi questa è stata la cosa che ci dà... Kjo është gjëja që na bën me kanë... Kjo është gjëja që na shtyn që të shkojmë përpara. Se të dy kena tipe që nuk ec, stop. Però abbiamo fatto, l'unica cosa che abbiamo fatto è stato un accordo iniziale. Në fillim kemi bërë në fakt një marrëveshje. Come ho detto prima, questo sport è diverso da tutti gli altri. Faccio sempre l'esempio col calcio, no? Ndryshëm nga gjithë të tjerët. La settimana, poi la domenica vai lì, fai la partita, finisce la partita, poi i giocatori vanno, parliamo di professionismo ovviamente. Sepse ti ndodh që të dielën të fitosh ndeshjen, por finisci di allenarti, finisce la gara, por nuk do të pushosh së stërvituri. E noi quindi abbiamo fatto un accordo. Noi non abbiamo un sogno, noi abbiamo un obiettivo. Dhe ne bëm një marrëveshje, ne nuk kemi një ëndër, kemi një objektiv. Noi ci siamo dati 10 anni della nostra vita per arrivare a quell'obiettivo. Kemi dhënë 10 vite të jetës tonë për të arritur këtu. Quindi raggiungere quell'obiettivo, cioè non è un sogno salire sul palco più importante al mondo. Kështu që duhet të kapim atë objektiv, nuk është thjesht një ëndër që të ngjitemi mbi palk, mbi të marrim një triumf. Parte di questa cosa che Silvana sia la prima donna nella storia dell'Albania a salire su un palco a livello professionistico per questa categoria. Pra, synimi është që Silvana të jetë e para grua në historinë e Shqipërisë që të ngjitet pra në sken, le të themi, dhe të përfaqësojë Shqipërinë. Dhe është me bindje të plot, padyshim që do të arrijë Silvana me këto përpjekje. Më thuaj pak, kur shef trupin e Silvanës, cila pjesë e trupit të saj të pëlqen më shumë? Piace molto a me o piace molto per questo sport? Perché sono due cose diverse. I shef si trajner. Pra, i pëlqen Emilianos apo është më e bukura në këtë sport? Emiliano si partneri i Silvanës, pastaj Emiliano si coach personal trainer. Come partner, diciamo,
a livello proprio fisico è tutto, anche il modo come lei porta, perché io dico sempre che una persona per avere un suo stile, come in questo caso a Silvana che ha i capelli rasati, devi saperlo portare. È come quello che si mette le scarpe viola, ci sono le persone, ma le devi saper portare. Pra, ka disa njerëz që veshin disa këpucë, po ndoshta nuk din t'i mbajnë. Kurse Silvana është fix në stilin e saj, pra di t'i mbaj këto këpucë. Mentre invece per quanto riguarda il livello di sport, credo che il suo punto forte attualmente che si sta evolvendo, che è poi quello che serve nella sua categoria, sono i glutei. Attenzione, non intesi come glutei che si può vedere la ragazza che va sulla spiaggia che ha un bel fondo schiena, no? I glutei fund shpina, mendoj se është pika më e fortë e Silvanës në këtë sport dhe nuk dua që të më keq kuptoni, jo në aspektin, le të themi, joshës, sesa në aspektin sportiv. Të kalojmë pak te Silvana, sepse luku yt është i veçantë. Dhe sigurisht që nuk kalon pa u vënë re dhe pa komentuar si në rrjetet sociale, ashtu edhe kur ti del me Emilianon, apo kur del vet, apo kur vesh veshje të ndryshme, kur ekspozon muskujt, se për këtë je, për je në këtë sport. Pse ke vendosur e para të presësh flokët? Atëherë, e para është se më pëlqen ky luk. Jo për të njësoj me Emilianon, besoj, nuk është kjo përgjigja. Por rasti, vjen ai saj. Sepse e para më pëlqen si luk, si stil. Kur e ke njohur Emilianon, nuk e ke patur flokët kështu, ë? Po, kam kanë me flok. Edhe unë kam pas probleme, janë probleme gjenetike. Si, për shembull, alopecia androgjenike është se një vend ki ma shumë, një vend ki ma pak, edhe floku i holl, i dëmtum, është diçka gjenetike, edhe unë gjithmonë i kam pas të mbledhun flokët, asherë të lëshum. Kjo mu më ka stresu ma tepër. Jo si po më rrinë, si ma që kjo, i shofi njerës të bëshlëqet, vendosa kur hyra në këtë sport që duhet të dal ngarë, më stresoj më shumë a tepër, thash do të heku komplet. Edhe më pëlqen, por edhe qartë. Sigurisht ato janë një pjesë e rëndësishme për çdo vajzë që dëshiron t'i ketë, por edhe ti kur ndihesh mirë dhe kur arrin që të përfaqësohesh. Kështu dal krejt normal, më pëlqen vedja, kurse kur kisha flok, gjithmonë jo po më shohin, jo po. Emiliano si reagoi kur ti vendose ti presësh flokët Sicuramente che fa d'accordo me çdo gjë me është dakord. Sono stato il primo quando mi ha detto questa cosa. Edhe më ka thënë rrinë edhe më mirë se më Perché gli ho detto anche secondo me vai a costruirti un personaggio unico e raro, soprattutto qui in Albania. Ishe i pari që e mbështeta dhe i thash, sipas meje do ndërtosh një personazh unik. Një shkodrane dhe një roman. Edhe Roma është si një shkodran të afërsisht, edhe në karakter. I losin shumë, janë edhe artista, me thonë thojza, por ma tepër të karakteri. Ne në Shkodër losim, qeshim, jena arktus, ashtu edhe pjesa e romanve janë. Ci somigliamo molto, diciamo, generalmente, diciamo, in modo molto generico. Lo Scodrano è, almeno per quello che ho vissuto io sulla mia pelle in 3 anni e mezzo, è come quello di Roma, che se gli chiedi un'informazione non ti dice dove sta, ti ci porta, ti accompagna. Paka shumë jemi temperamentet e njëjtë. Kështu nëse një shkodrani i thua se ku duhet të shkojë, i kërkon një destinacion, ai ashtu si një roman të çon atje dhe nuk ta tregon. Po, se si do më thonë, ju jeni qasur ndaj ndjekësve tuaj në rrjetet sociale në lidhje me të qenit shkodran, të Tana Iban, apo të qenit italian dhe roman veçanërisht, cilat janë këto karakteristika me nota humoristike, ne kemi përmbledhur në një ser të shkurtër, kështu që le ta ndjekim së bashku. Roma è città di cultura, cantanti, attori, poeti, dai Silva, su, te prego, Oh, ma che stai di? Anche Shkodra, culla di la cultura, ma che stai dicendo? C'è attori, cantanti, Shkodra si conosce in tutta Albania. Ho capito, ma poi la cucina, cioè la pizza, la carbonara, cosa? La cucina siamo i numeri 1, la cucina romana si sa che siamo i numeri 1. Ma scusa, sei serio? La cucina shkodrana? Ma il burek con cosche è più buono al mondo? La carpa? Mi stai dicendo che non sanno cucinare a Shkodra?
Guzhina dhe turizmi, gjithsesi këto biseda janë në përditshmën tuaj edhe në blogun tuaj shumë interesant për të bërë udhëtime të ndryshme nëpër Shqipëri dhe për të zbuluar guzhinën shqiptare, guzhinën tradicionale që Emilianos i pëlqen shumë. Më thuaj pak për blogun tuaj edhe pikërisht për faktin që pse ke zgjedhur që ta përfaqësosh kështu Shqipërinë te guzhina jon. Çfarë të pëlqen? Allora, diciamo che è nato un po' no, è nato un po' per gioco, perché noi non volevamo fare questa cosa. Eravamo al maggio del 2023. Ishim në maj të 2023-shit. Eravamo a Fier. Ishim në Fier. Silvana aveva il suo giorno di cheat meal, nel senso che aveva un pasto libero, poteva mangiare. Silvana kishte orën e saj të pushimit që mund ta kalonim duke ngrënë diçka. Abbiamo detto proprio in quel momento, mentre abbiamo parcheggiato la macchina, abbiamo detto ma vogliamo fare un video, apriamo un account all'epoca TikTok, non avevamo neanche Facebook, Instagram, nulla. Në atë periudhë nuk kishim as Facebook, as Instagram, as gjë. L'account in macchina, siamo scesi e abbiamo fatto questo video. Dove andavamo a mangiare. Zbritëm, ishim duke udhëtuar me makinë dhe bëm një video. Siamo tornati a Vallona perché noi vivevamo a Vallona e niente. Më pas u rikthyem në Vlorë, sepse ne jetonim në Vlorë në atë periudhë. Le persone mi salutavano per strada. Ciao Emiliano, grazie per ieri. Io dicevo a Silvana, ma è un tuo amico. Dhe njerëzit më thonin, lo conosci? Emiliano, si e, faleminderit për videon. Al Big Market ci cominciavano a dire nel supermercato, ciao ragazzi, grazie. Dice, ma non l'avete visto? Ho aperto TikTok e questo video era andato virale. E da lì è nata la cosa di documentare. Më pas shkova në një supermarket dhe bëra një video aty. Dhe më pas pash që në TikTok ishte bërë virale. A continuare, dico la verità, che dico sempre nei miei video, è che quando sono entrato in questa realtà, ovviamente ho cominciato a vedere chi faceva queste cose e soprattutto parlo per la nazionalità italiana. Më pas kur hyra në këtë realitet, pash se kush i bënte këto gjëra në Shqipëri. E vedevo che io dicevo, ma come possono dire queste cose che non corrispondono alla realtà? Io vivo qui da anni. Dhe thoja, si ka mundësi që mund të thonë këto gjëra, unë jetoj këtu prej vitesh dhe është tjetër gjë, tjetër realitet. Atëherë mendova, Silvana, ne duhet të tregojmë të vërtetën. Dhe ndërkohë vazhdoni të jeni po ai çift viral dhe ju pëlqen ky viraliteti apo jo? Përderisa çdo moment i jetës tuaj e tregoni në rrjetet sociale, kjo u bën edhe më popullor, më të afërt me njerëz, u të tregoni se çfarë po provoni dhe çfarë po shijoni nga guzhina shqiptare. Më thuaj pak cila guzhinë të ka pëlqyer më shumë deri tani, cilat gatime apo recetat tona që do veçoje? Allora, parliamo della cucina albanese, giusto? Sì. Il piatto che mi piace di più? Përveç asaj që do na gatuash pak më pas, se do provojmë dhe pak nga aftësia Emilianos per të sjellë recetat tona. Allora, sicuramente una delle cose che apprezzo di più, che non è proprio un piatto cucinato che si mangia a tavola, però io lo adoro, avendo iniziato il mio percorso a Scutari, è il birek me kos. Byrek. Ajo që më pëlqen më shumë në fakt që nuk është një gatim, le të themi, por që unë e shijoj shumë dhe e kam provuar në Shkodër është byreku. Tavkosi. Por dhe tavakosit. Mi piace molto anche Carpa, Emiliano, carpa. La carpa, sì, a Scutari, la carpa con il riso. Dhe tava me krap sigurisht në Shkodër, patjetër. La cucina del papà di Silvana, quindi è stata proprio... Baba i Silvana se gatuan. E qanë atë, normal, shkodrane, recetë shkodrane. Infatti quel video è andato viralissimo, perché tutti quanti, bravo. Ha messo e kanë tradosso le bobe nel video, të bë krapin. Sono riuscito a mettere il papà di Silvana. E ka filmuar Vjerin. Familja jeton në Shkodër, apo jo? Shkoni shpesh në familjen tënde? Po. Jetoni këtu në Tiranë të dy, ndërkohë merreni me profesionin tuaj. Kush gatuan në shtëpi? Unë sepse janë ushqimet e mia. Unë s'ja la dorë kërkujt. Ti bie gatuan për të dy apo gatuan vetëm për vetëm tënde? Por Emiliano nuk është se i hanë shpesh ushqimet e mia, sepse nuk i pëlqen vetëm ato që baj vetë. I dan me shije. 2 anni che ho, diciamo, dopo... Por Emiliano si gatuj ndoshta edhe gjëra që tradicionale tona, diçka. Po ti vetë, si ushqehesh? Cila është menuja jote ditore? A është vështirë ta mbash? Është fikse, është ajo e sportit. Me gramatur? Me gramatur, sigurisht. Si nis mëngjesi? Për shembull, konkretisht dita e sotme, si ka nisur për ty? Atëherë, zgjohem herët, baj stretching, baj vakum, si ta shpjegova më përpara.
Vacuum është pjesa e tërheqjes së muskujve dhe diafragmës të barkut. Anche quello che allena i muscoli Mund të interni bësh një vacuum tani? Është e mundur apo duhet të përgatitesh mendërisht? Faccio adesso? Vuoi far vedere il vacuum? Është diçka e veçantë në fakt që është diçka që ka dhe përfitime, jo vetëm për të treguar format e muskujve të barkut, por shumë e shëndetshme, më tha edhe për me forcu kor, për tretjen, me ushtru diafragmen, që është drejt për drejt me frymarrjen. Ka marrë një trenj, është trajner brazilian, është numër 1 në botë për femrat, në kategorinë e femrave. Che non è stato facile neanche raggiungere questo team, perché è un team, è come paragonare il Barcellona nel calcio, diciamo. Silvana fa parte di questo team quasi da un anno, a gennaio 1 anno. Silvana bën pjesë në këtë skuadër për të arritur atë nivele duhet sigurisht bash level up. E lui curano tutto con il suo team di medici, di nutrizionisti. Është një ekip I tërë që merret me Silvanën, mjek, nutricionist. Tutto pesato durante il giorno, è una routine robotica. Është një rutinë totalisht strikte dhe fiksuar, ushtrimet, ushqimi. Nëse nuk I ka këto të dyja, nuk arrin ato rezultat. Si thash më përpara, nëse nuk din të punosh me veten, nuk bën ky sport. Për sa vite të është dashur të ndërtosh gjithë këto muskuj që ke në trup? Gjithë këto, akoma nuk I kam. Akoma më shumë. Sigurisht. Kjo garë që do bëj tani është për të arrit profesionalizmin. Dhe më thanë, merë karten pro, edhe je pro. Por nga këto, do të fillosh nga zeroja. Sepse... Për të kaluar në fazat tjera. Do të gjesh profesionista atje. Profesionista që janë... Patjetër. Po, do të di, si reagojnë njerëzit kur të shohin në rrugë? Se ti je veçantë me trupin tënd, me stilin tënd, je unike. Për muskujt, sigurisht, nga mentaliteti, se muskujt duhet kejnë veç meshkujt. Ka nga ta që të paragjykoj dhe si u përgjigjesh ti, si ndihesh kur lexon komente që mund të jenë edhe në farë mënyre jo të mira. E ka marrë, me thënë drejtën, pak personale, adin, se kur futesh në rrjetet sociale, donë s'donë një kojnë. Ignoranza per I capelli che per I muscoli. Por, me thënë të drejtën, ignoranza ma madhe nuk është për trupin, për muskujt, por për flokët. Questa è una cosa pessima, secondo me. Kjo është diçka shumë... Immaginiamo una persona che ha un serio problema, che può fare la chemioterapia, mi viene in mente adesso, e tu la deridi, perché io capisco quando è estate magari sei indeciso, dici ma per I muscoli o per... No, invece è per I capelli. Në verë Tutti i është commenti nyshe, se sono unë tutti jam per I capelli, e perché hapon, e rasi më I shofin capelli... edhe muskujt, edhe dallojnë që, por ndimër, kur jam e mlume, edhe shofin oshtan edhe me ftyrë në veriq, me kuptimin që shive sa, vetëm, se më shofin vetëm flokët, nuk më shofin muskujt ndimër, edhe më gjykojnë, kjo është ma keqe, ma katastrofë, jo për mu, se unë tani kam... Po fillimet besoj kanë qenë ndoshta të prekshme për ty. Prekshme, nuk... I kam një, por jo se, përderisa e kam marrë këtë vendim I hek me bën ndryshim, është që të ndryshoj edhe mentalitetin njerëzve që mendoni para se të zjarrni nga goja ato fjalë. E qartë. Ndërkohë, përse të thon familjes tënde, ajo sa të mbështet në fushën e sportit, në këtë lloj sporti që ti ke marrë përsipër? 100%. Por, okej, është një sport jo shumë I zakon, të prind janë mosh bëjegje, nuk është se e kuptojnë 100% këtë sport se qa, por të mpa mu e janë fut në denë që... Në batut të prindve të tut, ato tipiket shkodrane, për shumë, cilat mund t'jenë? Asë nuk janë, baba është fix shkodran që talet me çdo gjë, let me çdo gjë. La sorella è una sua grande sostenitrice. Ci ridiamo mbështetja më e madhe Silvanës. La sorella passa le nottate, noi non rispondiamo più agli haters, cioè perché noi ci passiamo proprio sopra. E quando ci svegliamo al mattino troviamo tutti I commenti della sorella che risponde lei per Silvana a tutto il mondo. Ne shohim ndonjëherë që në rrjetin social motra e Silvanës ju kthen të gjithëve përgjigje. Dhe kur zjohemi ndonjëherë në mëngjes dhe shohim, është ajo që I ka kryer të gjitha qokat apo jo Silvana? I ka kryer. Ndërkohë, atë batutën nuk ma the, atë batutën e babit tënd shkodran, për muskujt e tu. Të thonë ndonjëherë që ke bërë më shumë muskuj se Emiliano? Kjo dihet, kjo I qënë herë, kjo dihet, I rrit ma shumë se Emiliano, I qënë herë, më thot baba.
Quando ti ha detto tu mangi quello c'è muscolo, ho detto io bevo il raki, comunque. Po kur të tha ti ha brusketën, unë po marr rakin. Ka muskoj më shumë se te, unë me raki rris muskoj. Mirë, ishte shumë kënaqësi që biseduam së bashku, por nuk do t'ju lëm të ikni pa na gatuar një recetë tradicionale nga Emiliano. Si thua, jemi gati? Il tafteu. Tavdeu, bukur, një italian. Lo faccio io, però tu mi devi aiutare un po' con le cose. Por ti duhet më ndihmosh pak me ingredientët. Po mirë, le të shkojmë të tre në kuzhinë atëherë. Ne shkëputemi për pak publicitet, ndërkohë do të na shihni në kuzhinë me çiftin ton.